e opozitës, aty ku Partia Demokratike ka pasur, le të themi, deklarata, por ka pasur edhe reagime të shumta përsa i përket listës. Por së pari, në Kuvendin e Shqipërisë vion seanca, çfarë po ndodh atje? Marrim këto informacione të para, edhe reagimet e deputetëve pas publikimit të listave me kolegen Daniela Maloku. Përshëndetje, Daniela. Në Ertil të përshëndes, ka qenë një seancë ndryshe kjo e ditës së sotme, nisur nga afati fundit për listat e kandidatëve për deputet që përfundoi në mesnatë. Tashmë të gjitha kanë, po themi, mësuar pozicionin e tyre nëse do t'jenë në listën e hapur, në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet, apo nëse nuk do t'jenë më në garën për të qenë sërish ligjvënës në parlamentin e ri që do zgjidhet pas zgjedhjeve të 11 majit. Ka patur fytyra të zhgënjyera, por edhe fytyra të gëzuara të atyre që mund të kenë siguruar një vend në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet dhe po themi mund të jenë këta të besuarit e kryetarit të partive, por sigurisht ka patur edhe nga ata deputet të cilët të lënë jashtë po themi listave zyrtare të kandidatëve për deputet, qoftë të listave të hapura, por qoftë edhe të listave të mbyllura, i të kenë qenë më komod për të dhënë, po themi, mendimin e tyre lidhur edhe me listat e kandidatëve për deputet. Kryesisht kanë qenë demokratët, ata të cilët janë shfaqur ose të zhgënjyer ose po themi shpresë plot për të siguruar një mandat në Kuvendin e Shqipërisë, ndonse janë lënë në listat e hapura nga Sali Berisha. I pari që mbërriti bashkë me zhgënjimin e tij ishte Dashnor Sula, po themi deputeti i Partisë Demokratike për këtë legjislaturë, por me ambicien për të qenë deputet jashtë Partisë Demokratike për legjislaturën e re. E ndjekim pak se çfarë ka thënë Sula dhe rikthehemi ta komentojmë së bashku, Daniela. Tani, unë radhë parë do doja falenderoj të gjithë demokratët e Peqinit, të Belsit, Sarrikut, të Gramshit, të Elbasanit, Librajit dhe Prensit, të cilët për gjatë 20 viteve kemi punuar bashkë për një ëndër. Dhe ëndër është që Partia Demokratike do të duhej që të triumfonte nga zgjedhjet e vitit 2017, zgjedhjet e vitit 2021, gjë e cila nuk ka realizuar për shkak të problematikave mjaft të mëdha që ka patur Partia Demokratike brenda saj dhe kryetarit të Partisë Demokratike të asaj kohe, zoti Basha. Dhe fatkeqësisht konstatoj që këto probleme mendonim që do duhej që të mbylleshin, këto plagë të cilët u hapën mbas vendimit të 9 shtatorit të vitit 2021, kur zoti Basha në mënyrë të njëanshme, në mënyrë jo të drejtë, mori një vendim në largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Dhe shumë sinqerisht, unë bashkë me gjithë kolegët e mi, pavarësisht dilemave të momentit të parë, a problematiket të cilat e kishim me qëllimin e vetëm, e theksoj, qëllimin e vetëm dhe jam darë për çështje parimore në vendimin në shtatorit, sepse mas 21 prillit të vitit 2021 ka kërkuar zoti Berisha dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike që zoti Basha nuk do duhet të ishte më në krye të Partisë Demokratike. Gjë të cilët zoti Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, i famshmi Flamur Noka, e famshmja Albana Vokshi, të cilët fatkeqësisht sot Partia Demokratike ka rënë në dorë të këtyre dy figurave, të cilët janë figura, nuk mund të them termin të rryra për demokratët, po figura jo të pëlqyeshme nga shumica e demokratëve, por të rryra nga qytetarët shqiptarë. Pra ndoqim një pjesë, Daniela, sepse deklarata është e gjatë dhe reagimi i zotit Sula, i cili pra është larguar tashmë nga Partia Demokratike, apo jo? Është larguar nga Partia Demokratike për të qenë kandidat në listë të hapur të koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt dhe Endri Shabanit, dhe negociatat me këta të fundit është zhvilluar vetëm orët e fundit të afatit zyrtar për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën e kandidatëve për deputet. Fillimisht ka patur një komunikim mes zotit Dashnor Sula dhe Dashamir Shehit për të qenë pjesë e listave për kandidat
kandidat për deputet në koalicionin mes zotit Ali Beaj dhe zotit Shej, por nuk është arritur, po themi, dakordësia, pasi lista e këtij koalicioni, pra e Djathtas për Zhvillim, ishte dërguar, po dërgohej pra drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe për këtë arsye ftesa i është bërë nga zoti Lapaj dhe Shabani. Për këto arsye, pas zhgënjimit me Sali Berishën, zoti Sula nuk do t'jetë më pjesë e listave të kandidatëve për deputet edhe në listë hapur pra për Partinë Demokratike, duke rrezikuar kështu në Ertil një hambar votash kryesisht në zonën e Peshinit, aty ku ka qenë përfaqësues edhe zoti Sula për Partinë Demokratike. Por krahas zotit Sula sigurisht që ka patur edhe emra të tjerë të cilët nuk u është besuar nga Partia Demokratike për të qenë në listën e mbyllur. Të tilla janë deputetet Dhurata Çupi dhe deputetja Jorida Tabaku, dy deputetet cilat kanë dalë me një rezultat shumë të mirë nga primaret, pra nga vota e primareve, por për Sali Berishën ka qenë e pamjaftueshme, pasi ai ka futur në lista të mbyllura emra si Josefina Topalli dhe Albana Vokshi, dy drejtuese në Partinë Demokratike, pra pjesë e lidershipit të Partisë Demokratike, por që nuk ju nënshtruan votës së primareve, por atyre u është besuar një vend në listë mbyllur për shkak të pozicionit që gëzojnë në PD nga radhët e grave demokrate, dhe jashtë janë lënë gra si Dhurata Çupi dhe Jorida Tabaku, të cilat gëzojnë mbështetjen e bazës demokrate. Edhe këto të fundit kanë patur një koment, por ndryshe nga zoti Sula, ata kanë pranuar që të jenë pjesë e listave të hapura, duke sfiduar kështu mbase edhe lidershipin demokrat, por edhe një lloj sfide me veten për të qenë kandidate në listë të hapur dhe për të fituar përmes votës preferenciale mandatin e deputetit. Faleminderit Daniela, ndjekim edhe disa intervista që keni marrë me të tjerë deputetë të cilët kanë dhënë komentet e tyre për sa i përket edhe listave tashmë si nga kampi opozitar ashtu dhe nga ana e maggiorancës.